Ceremonia e qeljes së sezonit turistik në Dropull përbën gjithmonë një eveniment festiv për komunitetin e kësaj njësie vendore. Si vjet u përzgjoll sheshi i Paravatrës së Kulturës në fshatin Grapsh të njësisë administrative Dropull i Poshtëm për të zhvilluar aktivitetin me një dekor të thjeshtë por me shumë ngjyra tradite. Veshjet tradicionale karakteristike, por edhe muzika popullore krijuan një atmosferë festive, megjithse aktiviteti u zhvillua në temperatura shumë të larta. Drejtuesit vendor në këtë ceremoni mëshuan prezantimin të kapaciteteve të hotelerisë në Dropull dhe Pogon me 11 bujtina dhe 5 hotele. Aktiviteti do përmbaj gatimet tradicionale që bëjnë gratë e Dropullit, plus sot kemi dhe një prezantim të bujtinave që janë hapur deri sot në të gjitha fshatrat e Dropullit, nga Pogoni deri në Sotir. Do jetë një prezantim të gjitha bujtinave dhe hoteleve që janë shtuar muajt e fundit Bashkisë Dropull. Numri i bujtinave është 12, ndërsa numri i hoteleve është 5 deri sot. Edhe janë dhe ditë të tjera në zhvillim sipër. Do kemi dhe prezantimin e traditës folklorike, se në çdo aktivitet që bën Bashkia e Dropull dhe Pogonit, zonjat e Selos do na nderojnë me pjesëmarrjen e tyre, plus grupe të tjera polifonike, artistike të zonës tonë. Me prezantimin e kapaciteteve të hotelerisë që disponon Bashkia Dropull, janë vetë administratorët e bujtinave që tregojnë eksperiencën e tyre në këtë fushë. Thanas Naka e ka ngritur bujtinën e tij në Poliçan të Pogonit prej disa vitesh dhe tashmë po shijon frytet e punës së tij. Kemi një 5 vjet që kemi 2 bujtina në Poliçan, unë quhem Thanas Naka dhe janë në hyrje të fshatit, për të cilat i kam në shfrytëzim të punës së turizmit, që na vijnë turistat nga të gjithë vendet. Dhe kam 2 gazonjera për të cilat funksionojnë në rregull, i kam me kondicioner. Jeni i kënaqur deri tani? Disi i kënaqur, po duhet akoma më shumë punë me qëllim që të vinë sa më shumë turista edhe të flenë. Çfarë ofron Pogoni për vizitorët? Pogoni ofron të kundërtën e luksit, nuk ka asfalt, po ka rrugë, për rrugë që është rrugë makina për të cilat kanë qivështësi, ka në malin të cili ka erë të freskët, ka ujë të mirë, kemi kushte të cilat janë të kushte marrësore. Dhe për ato vinë njerëz dhe kënaqen, shikojnë Poliçanin, shikojnë Pogonin dhe duan të vinë prapë. Ka interesim në zonën tuaj për të shtuar numrin e bujtinave? Ka interesim për të shtuar edhe në Poliçan, edhe në Skore, edhe në Sopik, për të cilin flasin dhe më flasin dhe më thonë mua si vete si shkon, dhe u them mirë edhe mirë bëjnë dhe ata të bëjnë me qëllim që të ketë sa më shumë zhvillim. Ndërsa zonja Ana Bollo Çobani nuk ka shumë kohë që ka ngritur bujtinën në Goricë së Dropullit të Poshtëm, të cilën e shfrytëzon si biznes familjar. Juve keni një bujtinë në fshatin e Goricës, kur e keni ndërtuar? Ndërtimet kanë filluar para 5 muajsh dhe tani kemi 1 muaj që e kemi hapur bujtinën. Jeni të kënaqur nga vizitorët e parë që kanë ardhur në bujtinën tuaj? Shumë të kënaqur, edhe vizitorët kanë ngelur shumë të kënaqur dhe kënaqen shumë nga pamja që kemi në fshat, nga çdo gjë, nga gatimet që ju ofrojmë, çdo gjë që kemi në fshat. Mendoni që do ta zgjeroni gamën e bujtinës, ndërtime dhe dhoma të tjera? Po, patjetër që po. Me duke parë curin që e turizmin që po na vjen, po. Është me shumë interes. Po, është me shumë interes. Kemi shumë prenotim. Gjithashtu juve mendoni të bashkëpunoni me bujtina të tjera, qoftë në fshatat e tjera të Dropullit, po edhe të Pogonit? Patjetër po. Po me bujtina në bashkitë e tjera, Fqinje, në Liboov, në Gjirokastër? Edhe me ato jemi në bashkëpunim, kam edhe njerëzit e minë në Pravisht, në Liboov, po. Deputeti i zgjedhur në zgjedhjet e 11 majit, zoti Pirodhima, ndihet i emocionuar. Jam në mes të njerëzve me shumë kulturë, me shumë tradita dhe këtu vendi është një vend që ka të ardhme turistike, sepse sot jemi mbledhur për hapjen e sezonit turistik, një sezon turistik që
i përshtatet shumë mirë qytetit Dropullit, por dhe në bashkëpunim me Bashkinë Gjirokastër, Bashkinë Dropull, ne do të bëjmë që turizmi pak e nga pak të fillojë dhe të zhvillohet dhe të jetë pjesë më e komunitetit të Dropullit dhe e Bashkisë Dropull. Madja ish për mendimin e tij edhe si specialist turizmi. Duhet dhe kryesorja është promovimi i të gjithë resurseve natyrore, kulturore, dhe të gjithë kishave, manastirëve, vendeve të kultit që Dropulli ka, kulinarisë së pasur, dhe të gjitha këto do bëjnë një paket shumë të mirë dhe një brand shumë të fortë për Dropullin. Veshjet karakteristike të Dropullit, por edhe muzika tradicionale zonës, janë asete që ndikojnë në zhvillimin e turizmit. Mësuesja në pension, zonja Vasiliqi Biçuni ka shumë vite që aktivizohet me grupin polifonik Zonja te Selos dhe tashmë ka një mendim të kualifikuar në këtë fushë. Unë jam përgjegjëse e grupit të Selos. Grupi Selos ka 30 vjetë që mirret me polifoninë. Në përmjet polifonisë sjell traditat e vendit tonë, të Dropullit të sipërm dhe të Dropullit të poshtëm, se një Dropull jemi. Sot do marrim pjesë në çeljen e sezonit turistik nga Bashkia e Dropullit dhe Pogonit. Jemi të ftuara për të marrë pjesë, duke thënë 3-4 këngë polifonike. Si pas mendimit tuaj nga përvoja që keni, çfarë roli luan folklori në zhvillimin e turizmit në Dropullin Pogon? Besoj folklori ka vendin e vetë, sepse nëpërmjet folklorit, folklori gjithmonë bashkon njerëzit njërë. Sjell traditat e vendit, tregon traditat e vendit. Turizmi ka veç traditave të këngës, të valës, të vendit, ka edhe pjesën tjetër të gatimit, dhe besoj ka një vend të rëndësishëm për mua. Veshjet popullore që janë karakteristike zonës së Dropullit, beson se ndikojnë në afrimin e vizitorëve? Besoj se luajnë një rol shumë të madh, sepse nëpërmjet veshjes njohin edhe traditat, njohin kulturën e vendit të caktuar. Juve jeni në profesion arsimtare. Mendoni se kultivimi i traditës tek brezat e rinj duhet të zhvillohet në mënyra të tjera, në mënyrë që të afrojmë akoma më shumë fëmijët? Unë mendimi im është që të vazhdoj tradita, të vazhdojnë të gjitha këto gjëra, duhet që të bëhet diçka duke nisur që nga shkolla, për mua. Veç pastaj mund të bëhen, siç bëhen edhe jashtë shtetit, që bëhen si punë, siç mësojmë anglishtën, dikush të kurse, dikush të mirët me këtë punë. Shikoj këtë që bëhet tani në Gjirokastër dhe më pëlqeu shumë, dhe pash një aktivitet pardje në Gjirokastër me fëmijët, ishte shumë i bukur sepse filluan të mirën njerëz të veçantë me fëmijët, duke kultivuar që nga fëmijët të fusin dashurim për këngën, për folklorin, për çdo gjë të vendit. Mendoni se promovimi dhe kultivimi i traditës dhe folklorit tek emigrantët, te fëmijët që tashmë po lindin dhe rriten në Greqi, mund të bëhet në mënyra të tjera përveç shoqatave? Tani është një gjë e bukur që jashtë shtetit të gjithë kanë zhvilluar grupet polifonike dhe fëmijët shikoj për shembull te grupi i Dropullit Silovo Dropull, që është Konstantino Dulis, bëjnë mësime, u mësojnë fëmijëve të vegjël të këndojnë. Posta χωρίς του μ' αγαπεί τώρα εμείς τα δυο. Posta χωρίς του μ' αγαπεί τώρα εμείς τα δυο. Τώρα εμείς τα δυο.
Në krah të ambientit që u zhvillua aktiviteti, ndodhet Muzeu i Djathit, i cili është produkt i një projekti ndërkufitar i Bashkimit Evropian Rrugëtimi i Djathit. Muzeu i Djathit është një muze që është krijuar këtë vitin e fundit, është një aset që është shtuar me mundësit dhe muzet e tjera që ka Bashkia e Dropullit. Është një aset i shtuar dhe ka filluar që vizitohet nga turist jo vendas, por dhe turist të huaj. Edhe përgjegjësi këtij muzeu, zoti Vasil Thimjo na jep disa detaje për funksionimin e tij. Muzeu i Djathit është një trashëgimi kulturore, është version i parë në Bashki Dropullit, është një produkt që plotëson të gjithë kushtet për njeriut. Ka interes nga vizitorët vendas dhe të huaj? Ka shumë interes për turizmi, agroturizmi që është i parë në Bashki Dropullit, sepse këtu është vetëm agroturizmi dhe turizmi kishtar. Në fillim është agroturizmi dhe pastaj turizmi kishtar është më e rëndësishme në Bashki Dropullit dhe Pogon. Ajri pastër dhe mjedisi janë kushte prioritare për zhvillimin e turizmit, prandaj dhe Bashkia Dropull ka aplikuar dhe fituar 2 projekte nga Bashkimi Evropian. Bashkia Dropull ka fituar disa projekte, nga projektet janë projekte të rëndësishme për bashkinë tonë, është projekti BIMED që është e rëndësishme për klasifikimin e mbetjeve urbane dhe për cilësinë si duhet të punohet për të mbajtur një vend sa më të pastër kemi mundësi, ndërsa projekti tjetër Adrion është për të mbajtur një mjedis sa më të pastur, për të mbajtur ajrin sa më të pastër në Bashkinë e Dropullit, po në tërë qarkun e Gjirokastrës. Dhe jo vetëm kaq. Do të investohet edhe për rrugën e Pogonit në segmentin stacioni pyjor Hlomo nga fondet e Bashkimit Evropian. Kemi fituar edhe 3 projekte të tjera që janë të rëndësishme për bashkinë tonë, i cili një nga projektet e rëndësishme është projekti Ekstrovert, që është rruga e Pogonit, një pjesë e rrugës e Pogonit, se rruga e Pogonit është shumë e madhe, po një pjesë e rrugës e Pogonit e kemi përfituar nga projekt Ekstrovert, plus projekte të tjera që i presim në vazhdim. Kulinaria tradicionale zonës ka krijuar një popularitet të ndjeshëm, si brenda edhe jashtë vendit. Posaçërisht për këtë aktivitet kanë gatuar amvisat, një pjesë e tyre edhe punonjëse në administratën e Bashkisë Dropull. Është një gjë shumë e mirë për zonën tonë të këtu në Dropull. Kemi gatuar të gjitha zonjat e Dropullit, kemi bërë gatime të ndryshme, këtu kanë nga të gjitha. Kemi me byreqe, me ëmbëlsira, me tiropita, nga të gjitha. Megjithatë, nevoja e promovimit të potencialit turistik të Dropullit me 42 monumente kulture dhe 14 monumente natyre është imediate. Prandaj u prit me shumë interes propozimi i deputetit, i cili është edhe specialist turizmi, zotit Piro Dhima, për organizimin e një takimi disa ditor me operator turistik vendas dhe të huaj në javët e para të vjeshtës. Ne kemi menduar që në Dropull të sjellim të gjithë aktorët e turizmit në Shqipëri, të gjithë agjenci turistike, të bëjmë një 2-3 ditë tur në të gjithë Dropullin, ta tregojmë se si Dropulli është, çfarë Dropulli ka, çfarë Dropulli mund të bëj dhe çfarë këta njerëz me mikpritin e tyre dhe dashurinë për vendin mund të bëjnë për të zhvilluar më tej dhe për ta bërë një qendër të turizmit në rajon dhe në luginën e Drinosit. Për sa i përket bashkëpunimit edhe mënyrës se si zhvillohet turizmi në njësitë administrative të Greqisë fqinje, mund të bëhet një bashkërendim i punëve me këto bashki? Po, do bëjmë edhe binjakëzime me bashkitë kufitare që jemi këtu në kufin Greqi-Shqipëri, me qytetin e Janinës, po edhe me të tjerë aktorë që janë rreth e përqark, rrethit të Gjirokastrës dhe pse jo më gjerë edhe në Itali edhe me pjesën e Maqedonisë Veriut, do bëjmë një ndërthurje
edhe një paket gjithë përfshirëse për Dropullin. Ceremonia e çeljes së sezonit turistik në Dropull përfundoi me një koncert të bukur artistik, ku veshjet karakteristike të vajzave dropullite sfiduan me shkëlqimin e tyre dhe rrezet e forta të diellit.